Përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakojemi për të komentuar edhe një herë pak ngjarjet më të fundit rreth personazheve publik. Këtë herë dua të ndaloj tek Selin dhe tek Gimbo. Konkretisht tek marrëdhënia e Selin dhe Gimbo dhe marrëdhënia e Gjestit. Në fakt është ngritur një lloj shkrimi që mua më ka shqetësuar se me sa të drejtë i ngren këto shkrime dhe çfarë duan të bëjnë me këto lloj shkrimesh. Domethënë janë shkruar statuse të ndryshme, janë shkruar mesazhe të ndryshme kundërdrejt marrëdhënies së Gjestit edhe Gimbos, shkaku në këtë mes është Selina. Që në momentin kur Gimbo u lidh me Selinën, Gjesti paskër ka thënë që Selina nuk i pëlqen. Unë me thënë të drejtën nuk është se kam dëgjuar ndonjë deklaratë të Gjestit, nuk është se kam dëgjuar ndonjë intervistë të Gjestit, sepse Gjesti nuk ka dhënë intervista për Gimbon, nuk ka dhënë intervista. Gjesti pati sfidat e tij në atë kohë, pati momentet e vështira në atë kohë dhe nuk kishte kohën që të merreshte me Big Brotherin dhe të shikonte se çfarë po ndodh në Big Brother dhe si po shkojnë dinamikat në lojën e Big Brotherit. Do me thënë, Gjesti nuk i kishte këto kohë, këto momente për t'i bërë këto gjëra, po gjithsesi unë dua t'i komentoj pak këto lajme që vinë që thonë që Gjesti dhe Gimbo nuk kanë qenë asnjëherë shok, ato nuk kanë bashkëpunuar asnjëherë, të gjitha janë gënjeshtra etj. Dhe për këtë gjë sinqerisht më vjen shumë keq, sepse Gjesti që në momentin e parë kur ka hyrë në Big Brother, nëse ne do të kthehemi pak në retrospektiv dhe do të kthehemi edhe në familjet e tyre, do të kthehemi edhe në historikun e Gjestit, ka folur me shumë krenari dhe me shumë dashuri për shokun e tij. Domethënë ai ka folur për DJ Gimbon dhe për një mik tjetër i cili dilte në për intervista në televizionin Top Channel. Gjesti ka treguar që ka DJ-n e tij, që është një DJ i jashtëzakonshëm, që është një DJ i suksesshëm, që është një DJ me potencial shumë të madh, që janë rritur të dy së bashku, që kanë kaluar jetën së bashku. Tani këtë historinë ne kemi dëgjuar nga Gjesti, jo nga DJ Gimbo. Domethënë ne kemi dëgjuar nga Gjesti. Ka shumë që thonë, po mirë, ndoshta Gjesti është prekur në linjën e jetës të DJ Gimbos. Jo, sepse nuk mund të preket fare në linjën e jetës, nga që DJ Gimbo ka folë për veten e tij në Big Brother, nuk është se ka folë për Gjestin. Gjestin tashmë e njihnin të gjithë dhe e dinin shumë bukur se si është marrëdhënia e tyre. Unë mendoj që mes DJ Gimbos dhe Gjestit nuk ka asnjë gjë dhe nga informacionet që kam unë nuk ka asnjë gjë, por që kanë qenë shok dhe kjo është më se e vërtet dhe nuk ka nevojë që të ngrehen kauza të ndryshme apo lajme të tmerrshme që Gjesti dhe Gimbo janë shkatruar për shkakun e Selinës etj. Gjesti bashkëpunon në mënyrë profesionale me DJ Gimbon dhe janë shok. Nëse DJ Gimbo është i lumtur me një vajzë, për Gjestin është lumturia dyfisht, sepse në fund të ditës zgjedhja është personale, është individuale. Nuk mund të përzihet një personazh, njëri i afërt, një shok në përzgjedhjen time. DJ Gimbos i pëlqen të jetë me Selinën, Gjestit nuk i pëlqente me Eglin dhe ç'të keqe ka kjo në këtë mes. Gjesti dhe Egli janë ndarë vetë, janë marrë vesh, është e drejta e tyre. Publiku dëshironte që t'i shikon bashkë, publiku dëshironte që ato të jenë bashkë, por nuk ndodhi, po kjo gjë nuk do thotë që duhet të ndikoj tek DJ Gimbo, sepse DJ Gimbo pati një histori të njëjtë, pothuajse si Gjesti që u dashurua në Big Brother. Unë shoh që DJ Gimbo është duke shkuar shumë mirë, ka marrëdhënie jashtëzakonisht të mirë me Selinën, po ecin projektet shumë mirë, po njëkohësisht në këtë rast edhe Gjestit i ecin projektet shumë mirë dhe ka një marrëdhënie shumë të mirë me DJ Gimbon.